Është e vërtet, fatkeqësisht përfaqësuesja jonë kombëtare nuk arriti të kualifikohet në lojën e fundit me Turqinë. Sa i përket pjesëmarrjes në Slovaki, është e vërtet se në përkrajet e përfaqësuesës tonë, unë bashkë me disa kushëri të mi kem qenë atje në përkrajet saj. Mirë po jo me politikan, pasi që në mesin ku na ishmi prezent, aty ka pas politikan, artist, gazetarë, gjitha partive dhe politike të tjera. Mirë po ajo që mu me thonë është ka qenë një moment jashtëzakonshëm edhe të gëzimit për shkak rikthimit që e bon përfaqësuesja jonë, edhe pse ishte duke humbur me rezultat 2-1, kthyem edhe fituam ndeshjen. Përndryshe, mu me thonë që nuk kam në njoje, kam thonë edhe në reagimin tim, nuk kam ndonjë njoje me ndonjë politikan të partive politike, pavarësisht tendencave për shqitjet e një partije politike apo një krau tjetër, por nuk është e vërtet, asnjë njoje për herë parë kum pa aty. Fundit përfaqësuesja apo Kosova na bashkon gjithëve, edhe me qëllim të shmangjes nganjëherë edhe të punës së madhe, edhe volumit të punëve, edhe ngarkesës së madhe me punë, gjen kohë, momente që nganjëherë edhe të del përcjell një ndeshje futbollistike, qysh është kombëtarja jonë. Fjala është pra për një foto që u publikua në cilën ju ishit bashkë me disa përfaqësues të institucioneve që rrjedhimisht janë edhe përfaqësues të partive politike. Po thoni që s'keni kurfar njohje me ta? A keni ndonjë raport me ndonjë parti që ka ndonjë afërsi? Jo, asnjë njohje, për herë të parë kum pa aty. Kanë qenë gjithë përfaqësuesit të partive politike, me gjithë respektin për secilin, pasi që ata janë përfaqësues popullit. Mirë po, në rastin konkret, asnjë njohje nuk e kam me asnjërin prej tyre. Është raportu që ka një afërsi me vetëvendosjen? Çfarë raportesh keni me partinë vetëvendosje ose me zyrtarët e tyre? Punën timet zyrtare nisna prej parimit të kryerjes punëve me dignitet edhe me profesionalizëm, edhe nuk kam njohje me asnjë përfaqësues nga partia për cilën ju po referoni vetëvendosjes. Unë kam një përvojë gjatë në sistem edhe në punën time si gjyqtar prokuror, po edhe merret në policinë e Kosovës, dikun për 26 vite, dhe në punën time mbizotron profesionalizmi, integriteti, digniteti edhe përkushtimi për zbatimin e ligjit, dhe asgjë tjetër s'mund të interferojë në punën time.